Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në shtator 2025, Rabiul Awwal 1447. Mas sabahut vazhdon aktiviteti sportiv, përgatitja për dy maratonat e rëndësishme sipas vlerësimit ton. E para 19 tetor maratoni Tiranës, pastaj 29 nëntor maratoni Prekazit. 28 nëntor maratoni Prekazit. Aktiviteti fizik, përgatitja fizike e ndihmon njeriu edhe në rahatim psiqike, edhe atë shpirtërore. Gjithsesi, nëse para kësaj njeriu e mbush zemrën e tij, shpirtin e tij me besim në Allahun e Madhreshëm, i mbështetet madhërisë së tij dhe fuqisë së tij, dhe falëndon Allahun për të mirat që ai vazhdimisht i jep, dhe kultivon sabrin dhe shfaq durimin në momentin kur i ndodh diçka e padëshirueshme, e pakëndshme për të. Besimi në Zotin e Madh, kryerja e obligimeve ndaj tij, largimi për të gjitha ndalesave që i ka ndaluar madhëria e tij, dhe marrja parasysh e udhëzimeve dhe rekomandimeve për aktivitet fizik, për jetë të shëndetshme psiqike, shpirtërore, njeriu jeton i lumtur këtë botë. Jeta e tij është jetë e këndshme, jetë e begatshme, jetë e rahatshme, jetë për plot vullnet, ambicie, energji, pozitivitet. Përndryshe, ndodh ajo që ndodh me shumë njerëz e sidomos të ri: pesimizëm, energji negative, përtesë, mungesë vullneti, mungesë aktiviteti, mungesë kontributi, mungesë pune, mungesë suksesi, mungesë bereqeti e kështu me radhë. Andaj, rini e dashur, dhe ju vëllezër besimtar, përgjithësi, respektoni orarin që ka caktuar Allahu. Qohuni, falni sabahun, e pas sabahut dhikrit që bëni, qohuni, bëni aktivitet fizik, keni bekimet e Allahut inshallah.